Tensionet në linjën e mesme janë rritur më tej, pasi Irani ka vendosur të pezullojë bisedimet me Shtetet e Bashkuara në një shenjë proteste ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit në Liban. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Tasnim, vendimi lidhet me vazhdimin e sulmeve në Liban dhe shkeljen e kushteve të arpushimit të mëparshëm, të cilat sipas Teheranit përfshinin edhe stabilitetin në këtë vend. Irani ka deklaruar se nuk do të ketë negociata derisa të ndalen sulmet në Gaza dhe Liban dhe të ketë një tërheqje të plotë të forcave izraelite nga territori libanez. Në të njëjtën kohë, raportimet tregojnë se Teherani dhe aleatët e tij rajonal po shqyrtojnë masa të mëtejshme, përfshirë mbylljen e plotë të ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike të tregtisë globale të naftës, si dhe aktivizimin e fronteve të tjera në rajon. Këto zhvillime vijnë ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar sulme ndaj periferive jugore të Beirutit, zonë që konsiderohet bastion i Hezbollahut, duke thelluar edhe më tej përplasjet. Sipas një zyrtari izraelit, disa nga planet ushtarake janë koordinuar me Shtetet e Bashkuara, gjë që shton më tej kompleksitetin diplomatik të situatës. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë ende nuk ka dhënë një koment zyrtar mbi vendimin e Iranit për të pezulluar negociatat. Në këtë klim të tensionuar, procesi diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit duket gjithnjë e më i brisht, ndërsa rreziku i përshkallëzimit rajonal mbetet i lartë.